Mirë se ritakojmë miq të klasë botror, jemi si gjithmonë në Media 60 për të folur për Kupën e Botës 2026 që ka hyrë në fazën finale. Si çdo mbrëmje me mikun kolegun Ariglon Pali, mirëmbrëma Ariglon. Mirëmbrëma Erant. Tani është sprinti final. Sprinti i fundit, absolutisht. Shkuam deri në fund. Dhe na rikthehet në studio me një kënaqësi shumë të madhe për ne, për të analizuar gjithçka që ka ndodhur deri në këtë botror, por edhe atë që presim që të ndodhë, sepse është finalja për të luajtur titulli për të përcaktuar. Sajmir Patushi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Mirë se na ktheve, shumë kënaqësi që je sërish me ne. Na duhet tani kjo analiza jote për ta përmbledhur të gjithë. Faleminderit juve nga zemra. Spanjë, Argjentinë. E pritshme apo shumë befasi? Të them vërtetën, për hir të vërtetës, çfarë kemi parë gjatë këtij muaji, besoj që befasi. Pa i hequr meritat kryesore si Argjentinës ashtu edhe Spanjës. Por çfarë ne pam që nga grupi deri te 16-çe, deri te 8-çe, deri te katçet, besoj që performanca e Francës, performanca e Anglisë ishin diçka tjetër me këta dy ekipe. Por nganjëherë kur ti mendon që gjërat janë të thjeshta në letër, te kuadrati i fushës blertë vështirësohen aq shumë sa çpam mbrëm një Argjentinë çmendur për 12 apo 13 minuta se asnjëherë tjetër. Domethënë që futbolli nuk le që ti jesh i fjetur apo të mendosh që ka mbaruar një ndeshje deri ku nuk bie bilbili. Gjërat ndryshojnë për minutë, për sekond. Dhe kjo është ajo që ne kemi parë deri tani. Pa i hequr meritën kryesore që shkonte për Spanjën, sepse edhe ajo kishte një rrugë jo të fortë lehtë. Besoj deri diku ishte lehtë për Argjentinën, por grupi tjetër ka qenë grup ferri, grup mund të themi big ndeshje, big finale, si duash mund t'ia vësh emrin që ishte vështirësi të jashtëzakonshme. Por unë besoj që janë me meritë të dyja deri këtu ku kanë ardhur. Po. Surprizuese. Normalisht. Surprizuese. Po. Edhe po, surprizuese në shumë konda, në shumë aspekte, në shumë gjëra, duke parë herë Francën me Spanjën, botrojnë që ishte bërë Franca, po siç e kemi thonë, ndoshta Franca e kishte arrit atë pikun e saj të lojës, ndërkohë Spanja ishte në ngjitje dhe akoma nuk e kishte arritur pikun, ndoshta nuk e ka arritur akoma, sepse ka dhe një finale për të luajtur. Argentina surprizë, po siç e thamë edhe dje pak a shumë, pak të rujt një mendim, duke mos i humb fare meritat e Argentinës, ndeshja humb nga Tuhel. Po, do ta diskutojmë edhe me Semirin, meqense është pak i zanatit aty ta analizojmë këtë pjesën e tuaj, por sepse ka shumë episode që le shumë për dëshiruar. Më para e di për çfarë do isha kurioz tani, nga një ish futbollist kampion. Sepse ke qenë në kohët e arta të Tiranës. Dominonit, ishi dominus në letër, ishi dominus në fush. Tani, mund të më shpjegosh si ndodh që një skuadër e cila është e jashtëzakonshme në letër, dhe që ka një start aq të frikshëm dhe që duket sikur mund të mposhti çdo kundërshtar që i del përpara, Franca në këtë rast, si mund të ndodhi që Befas shpërfytyrohet në atë mënyrë? Dhe në momentin më vendimtar. Si ndodhi një skuadër kaq të madhe dhe kaq të mirë? Shiko çfarë problemi unë mendoj që ka Franca. Ka shumë xhavahir që mendoj që kapriçat e çdo individi, po ti kapësh me emra, janë shumë emra të spikatur dhe shumë emra të mëdhenj të futbollit botror dhe evropian. Dhe besojmë kapriçat individuale që mbartin gjithë ekipi i Francës, unë besoj që është kjo hallka kryesore që është kputur. Fillo që para grumbullimit, që të shiriti kapitenit, Mbappé, Kanté. Që këtu filloi krisja në dy kampe që unë besoj që është problematike për ekipin kombëtar, sepse gjërat duhen analizuar në grup. Unë kam qenë pjesë e grupit luajtur dhe e di më së miri se çfarë do të thotë që të prishën balanca, të ndahet ekipi. Nga zëvendës kapiten, nga hiqi e ke parasysh në asnjë minutë pjesë e kombëtares. Domethënë që ka diçka që nuk shko. Pastaj me nefergizmi i lojtarëve që shprehen kundër Spanjës, unë besoj që le shumë për dëshiruar. Unë besoj që e zgjersuan Spanjën maksimum me kapriçet e tyre. Po ti shikosh edhe kur merrnin topin, edhe kur vallëzonin për fush një arrogancë që unë i kuptoj shumë mirë ato lojtar. Se unë jam mund të themi e kam prekur vetë fushën e blerë dhe e kam parë se si realizohet dhe kur do ta përçmosh një kundërshtar. Por thjeshtësia e Spanjës është ajo që futbolli sot ka.
ajo çfarë ne shikojmë është ajo që Spanja ka mësuar dhe po mëson tani futbollin botror dhe europian, se si të qarkullohet në mënyrë dendur, se si të mërzisësh ekipin, se si ta orientosh ekipin dhe atë e bëri dhe e realizoi më së miri. Ishte gjëja më kryesore që Deschampi nuk arriti asnjëherë që të marri te grupi lojtarëve. Një organizim i jashtëzakonshëm që vetëm Spanja ja bëri asnjë ekip tjetër. Po. Domethënë që ti nuk ke një regjistër që të mbash ekipin linjë, që sulmonte Mbappéja, nuk sulmonte Dembeleja. Sulmonte bënte pressing Dueja, nuk shkonte pressingu kot. Hallkat nuk ishte zinxhiri plot si çdo ndeshje tjetër. Ishin stacione ose individuale, çdo person donte që për shembull po nuk ka futbolli që ne të shohim dhe të bëjmë anën individuale që mund ta shprehim fush. Futbolli ka vetëm grup dhe grupi është ai ose ushtar të bindur. Po të shikosh Argentina në këtë rast. Kemi një Leo Messi që me të vërtet nuk është ai Leo që ne jemi mësuar që bën metra, po ka 11 apo 20 kamikaz që bën metra të jashtëzakonshëm dhe ndihmojnë ekipin, pavarësisht që unë e kam quajtur ekipi plagur, se po ta shikosh në metra, bën shumë pak metra nga 4 vitet e shkuara. Por janë prefekte, mekanizmi punon, mekanizmi sepse kemi atë gjeniu që ta çon topin atje ku duhet, si nuk e kanë ekipet e tjera, kurse Argentina e ka. Dhe kjo është frika të Argentina, se në ditën më të keqe që ndodhi Argentina, 2 herë preku topin Messi, 2 herë shkoi topin rrjet. Domethënë te Franca nuk realizohet kjo punë. Megjithëse është Mbappéja, është Dembeleja, është Olisea, po atë ndeshje nuk i pam. Nuk kishim asnjë mrekulli, nuk kishim asnjë gjeni. U sfumuan sepse nervozizmi që kaluan ata dhe depresioni që ato marrën, qarkullimi topër i dendur i Spanjës, unë besoj që ishte sidomos qarkullimi me pasa thjeshta, domethënë pa lodhje te goli i dytë, se goli i parë normalisht ishte aksidental. Te goli i dytë i Porros, i Pedro Porros. Te goli i dytë, po ta shikosh, nis nga portieri dhe janë pasa shumë thjeshta me njëri tjetrin. Dhe bën pasat ato Francës mërzitën duke i ndjek. Ata e kanë mekanizëm, nuk është se është pas i thjeshtë. Ajo po them pasat thjeshta për tu parë. Që ata luajnë për ditë, ata e kanë na dënë tani këtë gjë. Po. Ata qyte te moshat e vogla, ka qenë ky trajneri. Po ky ka qenë ai që ka thënë që sa më shumë takime që dalin parë. Dhe qarkullimi dendur i tokës. Dhe këta e kanë këtu në memori, nuk është se do ju mësojmë sot ne. Jo, dakor. U mësojmë sot trajneri apo ka kishte kapur një kamerë nga lart që tregonte qartë ato lodhje vajtën deri me 15 takime të Anton dyer portën, bën edhe 4 takime të tjera. Dani Olmo ishte mes fushorëve që ishte i lirë fare, merr topin Olmo niset kundër sulmit. Kjo që thot Patushi në fakt është shumë sinkron me njëherë pas ndeshjes, analiza më perfekte për mua ose njeriu më perfekt që bën analiza në futbollin ndërkombëtar, Thierry Henry. Përveç se sulmuesi i madh është bërë spektakolar në televizion dhe këtë tha dhe Thierry Henry që ti. Me fjalë, ata njerëzit janë të programuar për të bërë këtë lloj loje, sepse luajnë që 9 vjeç dhe deri në moshën 34-35 vjeçare këtë lloj loje. Është i programuar ai. Nuk di të bëj gjë tjetër, jo, absolutisht. Kushdo që dhe ekzekuton perfekt. Janë një mekanizëm që janë mësuar nga dita e parë deri ke dita kur të le futbollin. Po. Dhe pjesa e grupit, domethënë është domethënëse, sepse i përgjigjen këtij stil loje dhe këtë duan. Dhe është mekanizmi atyre dhe është suksesi atyre që shkojnë deri këtu. Po mirë, në fillim të këtij botrori ne po flisim pak që Spanja e kishte humbur këtë identitetin e Spanjës, pra lodhte me top të gjatë. Patjetër. Nuk e bënte më këtë qarkullimin e dondër. Po. Edhe ndeshjet në grup, unë e thash edhe pak më parë, edhe ndeshjet në grup. Mos ishte lëvizje mashtruese kjo që bën ata te Spanja. Po kjo është strategji. Po kjo është strategji. Që nuk ka më tiki-taka, nuk ka më kontroll topi. Kjo futet te strategjitë e trajnerit. Ka një bord, ka një drejtor, ka një staf të mirëfillt që këta futen ke strategjitë. Po të shikosh çfarë ata kanë performuar në ndeshjet grup, ti thua si ka mundësi. Por ja, që mundësia është që këta njerëzit, që stafi kryesor, drejtori teknik dhe gjithë që mbarvajnë te Spanja, është kjo që din të përgjigjen dhe din kamuflohen, se kjo është kamuflim. Është një kamuflim i bukur që i bën futbollit që në momentin e duhur eliminuan atë që ne thoshim letër ose gjithë bota thonte Franca është e padiskutueshme. Po, absolute.
Do me thënë që në letër Franca ishte ajo që pretendonim që të shikonin finale dhe me një dorë ta merte. Kush ata sfumon e bën letër e bën gat. E bën shumë vogël. E bën tigër letra, vogël. tigër letra, Letra ato e bën letrën e zezë. Po. Do me thënë që nuk figuron Ka në çdo aspekt, që të marrësh në çdo aspekt. Po. Se po të shikosh gjytjet në port, po të shikosh qarkullimin e topit, po të shikosh posedimin, është çdo gjë që është në favor dhe domethënia është që gjithë ta hyje që mbart Franca, si ka mundësi që të sfumon ekipi ata punëtorë që themi ne. Nuk mund të kesh 10 general në fush, që ka mbrojtja, po ta shikosh Francën, që ka mbrojtja deri te vija sulmit. Nuk është se dua unë sot luaj, pa hëmë se kam këtë shokun tjetër, nuk duhet t'japësh maksimumin çdo ndeshje, si ndeshje. Atëherë puna në grup lë shumë për të dëshiruar. Nuk është se në ndeshje decisive që pretendo ke humbur një muaj kohë që duhet shkosh ta prekësh atë finale, ta ajo ndeshje ti sfumosh dhe bësh shumë i vogël. Po. Unai Simon thyu rekordin e Walter Zengas për ndeshje më shumë minuta pa psuar gol. Ka statistikë realisht shumë veçantë. Në 7 ndeshje të luajtur, kanë psuar vetëm 1 gol dhe është çmenduri, por mundësia e ekipeve të tjera po ti mbledhësh të gjitha bashk, pra mundësia për shënuar gol ka qenë 2. Sa për 2 gola. Sa për 2 gola nga pas mundësit të gjitha ekipet në 7 ndeshje. Vetëm Portugalia që ka shku pak më shumë 0.6 mundësim për shënuar gol, tjera 0.2, 0.3, që si kanë lënë fare as me gjytë, më thënë sa i papun ka qenë Unai Simon këtë. Hapësirat shumë të vogla mbrapa. Qarkullimi i topit, tyre shumë pak hapësira, shumë pak dhe mos lëni hapësirave mbrapa është perfekte. Domethënë Arrigo Saqi thonte një kohë. Qofse do të fitosh një ndeshje, mbrapa portieri dhe linja mbrojtës duhet të jetë 0. Loja vazhdon 80 minuta, 89, 90, 94, 95, mund shënëm, por ne nuk mbasim, e mbajmë 0 mbrapa. Nëse ti e mban 0 mbrapa, në çdo minutë nga ata pjesa që ne kemi para, performanca atyre do mbaroj vetëm atëherë kur të mbaroj. Ne rezistojmë dhe mbajmë pjesën 0. Atëherë ti je fitues. Mos u gabofsha Saqi ose ndoshta Capello edhe Capello dhe Saqi i fituan titullin me 30 gola të shënuar. 32. Po, absolutisht. 1 gol për ndeshje më mbaron. Kishin psu vetëm 10 barazime, po gjithë sezonin. Po shiko, nëse të krahasosh trajnerët dhe mentalitetin italian me Spanjën dhe te pjesa e golave të pësuar te Spanja realisht të bën efekt, ëh? Sepse dhe të bën efekt sepse Spanja është gjithmonë një skuadër që sulmon shënon shumë, por edhe pëson. Zakonisht si tradit, por këtë herë të bën edhe efekt se kjo Spanja o duk kështu si me të urte me të botë, o duk këta ishin realisht i kapën të gjithë në befasi, askush nuk i priste. Askush nuk e priste, por futbolli na ka mësuar që ti mendon që kundërshtari është superior ka shite kur ti ke një grup disiplinuar, ke një grup punëtorë të jashtëzakonshëm, ke një grup të rinj që duan të fitojnë çdo gjë. Unë besoj që vështirësohet për atë që quhet, mund të themi, tigër i madh. Po. Është futbolli ajo që të ul poshtë dhe të ngres sipër. Në qoftë se ti nuk e respekton kundërshtarin dhe ekipin përkatës, unë besoj sa do hyje të kesh në skuadër, sfumohesh dhe nuk besoj që merr atë që do ti. Po të shikosh kapricet që kishte Paris Saint-Germain. Messi, Mbappé, Dembélé, Neymar, po. Sa ikën të gjithë Ramos, Donnarumma. Sa ikën të gjithë. Po. Kë nuk kishte, kë s'kishte marrë. Nuk shkonin dot te Champions League. Rrinin pa aty. Po. Shumë general. Kur vjen te ekipet që punojnë, që marrin kanë atë grupin mund të themi grupin e fortë, nuk ka e mbajmë 0 mbrapa. Atëherë vazhdojnë vështirësitë. Sado kishte më hyje bota s'kishte. Gjithë kishte një ekip Paris Saint-Germain. Asnjëherë nuk i. Kur i largoi gjithë, mori punëtorët, se kështu është, se duhet futbolli ka strategji, se kjo është ti mund të marrësh gjithë hyjet e botës dhe ti vendosësh 11. Do fitosh gjë, unë besoj që. Dhe gjërat janë thjeshta në futboll. Te France-Spanjë të gjithë i bën një reklam, super reklam, atij duelit Mbappé-Lamine Yamal, Mbappéja që nuk ishte fituar asnjë ndeshje me eliminim direkt përballë Lamine Yamal dhe që vazhdon kjo ecuria e dobët, ndërkohë që tani më duelis është spostuar
te Lamine Yamal përballë Messit dhe ne mban mend është ajo foto ikonike 2007, 19 vjet më parë që Messi e lante dhe e mbante në krah, nuk e dinin askush nuk e dinte që Lamine Yamal do bëj ai që është sot. Që është sot. Po. Ja rastësia që të sjell që të luash nga krahët atij që ti e ke pas. Po. Nga që e ke bekuar me që e ke. Por është diçka e bukur që si askush tjetër e përjeton Yamali, se Messi besoj që ka rrit çdo gjë. Po Messi i thotë unë të rrita me këto duar rrita po unë të kam larë. është diçka personale, por në vetvete është një gjë e bukur sepse si themi ne, prindi pret fëmijën. Po. Se kështu i vije. Është diçka që uroj që të jetë një brenda kuadratit, një gjë e luftuar, pastaj cilësitë e Messit dhe cilësitë e Yamalit, Yamali është shumë i vogël një për futbollin çfarë ka bërë Messi. Po i duhet shumë rrugë për të arritur. Po është për t'u afruar, se nuk e dia do e arrijë. Messi na e ka dhuruar Zoti që është një planet tjetër. Po. Jemi mrekulluar këto 20 vite që kemi parë Messin dhe Ronaldon dhe do duam shumë vite që të shikojmë dyshe kështu prefekte sepse me futbollin e sotshëm edhe këtë brezin e ri që po shikojmë besoj që duan mund të thënë edhe 100 vite. Ndoshta s'do vi asnjë vetëm po ndryshoj pak futbolli se. Edhe 100 vite do presim që të na hudhi Zoti në ndonjë tjetër. Por gjithsesi është një duel i bukur. Ta shikojmë se si do shkojë deri në fund. Nuk e di Ariglon se po qarkullon dhe një foto pas këtij diskutimi që Messi e lau Yamalin kur ishte fëmijë dhe tani që do të jenë përballë për Kupën e Botës, pastaj nuk e di nëse është foto reale, po mund të jetë edhe me inteligjencë artificiale. Kishin marrë një legendë të ngjashme me ato që Yamal ishte bebe dhe të dy që të rrishin me vetë sikur po ziheshin për legendin se kush do vendosej aty fituesin. Kush ta marri? Po. Po me fjalë ai Messi me atë që ka bërë dia nuk e di për një personazh si Arigloni sa është bindur që Messi realisht është nuk ka fjalë për ta përshkruar me atë që ka bërë dia. Unë nuk e kam shar asnjëherë Messin real. Po jo, ke pasur gjithmonë, nuk e ke shar, ke pasur gjithmonë diçka kundër. Ndrysh, unë vazhdoj ta them që është trajtuar ndrysh kot botror në disa episode. Në fillime, pastaj nuk po flasim këtu për madhështinë e Messit, se dihet madhështia e Messit. Nuk shënon, po bën dy asë, jep dy asë vendimtar, ndryshon lojën. Lojtari më produktiv që ekziston, bën magji, krijon situata që askush si mendon, si normale. Nuk është se nuk kemi mësuar ne që të shikojmë Messin që të bëjmë magji. Po. Do 39 vite që ai ka. Jemi mësuar çdo vit shikojmë, çdo ndeshje apo çdo sezon që ai luan, kudo që luan, si me kombëtarën ashtu me klube që atë na e ka dhuruar Zoti që të shpik nga gjë, që të sajojë në gjë, që të mregullojë njerëzit për ato aftësi që ai ka. Nuk është se këto aftësi mësohen. Po. Nuk besoj që ka njerëz që i mësojnë. Ky është i lindur për atë pjesë. Pavarësisht moshës, unë besoj që rëndon, por mrekullia këmbëve kalon çdo aspekt, sepse ne është në kohën e dur dhe në gjendjen e dur. Po veç duhet të them diçka për sa i përket asaj që më pyete. Kjo është ndeshja e parë në këtë botror që Argentina e fiton pa polemika. Pra në çdo ndeshje ne kemi pasur disa polemika. Padyshim që ka patur episode, padyshim. Po në lidhje me këtë folëm, pra ishte pjesa e kartonit kuq me Algerinë. U trajtuar pak ndryshe. Nuk ke fol vetëm ti, ka fol gjithë media, kanë fol gjithë. Por u krijua si fushat ajo u krijua ide si fushat dhe Messi arrin prapë të mbylli gojën gjithëve, sepse ajo ishte një fushat realisht kundër Messit. Shiko, unë nuk besoj që është fushat sepse kampionati botror gjithmonë ka pasur kështu. Ka pasur polemika, ka pasur episode, do me thënë, ca kundërshtime, se nuk është çdo gjë do shkojë vaj. Po. Nëse çdo gjë do shkojë vaj, atëherë çfarë u pa, nuk është se futbolli ka gabime, por ndeshjet njëra pas tjetrës që arbitrat favorizonin Argentinën, kjo t'i jepte shkas mediave, njerëzve që thonin që shiko se sepse ishin, nuk është se nuk ishin. Po ndihmohen. Po ndërshkohet ekipi përkatës, po gjithsesi po mbajnë ekipin e Argentinës. Janë episode që mund të themi që gjithë në çdo studio që kishte bota ka debat. Ka debat sepse por vllai ne dim se çfarë bën Messi, ne dim se çfarë dhuron ai. Tani nëse njerëzit nuk janë mësuar që ore ky zotria atëherë kur ti mendon që po flet gjumë, do shkoj topi atje ku nuk e çon asnjë.
këtë gjë bën Messi dhe nuk e bëjnë dot tjerë. Dhe e di kush më ke i qarkullon një video tani së fundmi, është I Show Speed, është një nga këta personazhet viral dhe që dje me njëherë pas ndeshjes pas fitores me përmbysje të jashtëzakonshme të Argjentinës në Anglisë, i dërgonte mesazhe vazhdimisht, mesazhe online Jamalit dhe i thotë të lutem tani munde Messin sepse unë si tifoz i Ronaldos dhe gjithë në tifozët tjerë të Ronaldos tani nuk kemi as ç'a themi nëse Messi fiton edhe botrorin tjetër të dytë. Po do gjejnë diçka. Na mbyllet goja. Do ta gjejnë atë po. Do gjejnë diçka. Me vetdije dhe me logjik i mbyllet goja absolutisht. Pastaj që mund të gjendet në një element, padyshim. Do gjejnë diçka sepse media dhe gazetarët ça nuk ka gjëra që edhe atë vizën e varit nga njëre bën. Po e bën të shtërëmët, jo e bën të shtërëmët për prej polemikave të anglezëve e kishin bërë të shtërëmët që mbrëmët. Tani ka do gjendet. Kur e pash po thoja çunave ore offside sepse dukesh pak në këndvështrim clear dukesh si offside. Po kur e shihje nga kamera të drejtë. Momenti që shihje nga kamera nuk kishte asnjë lloj lidhje se ishte matematikë e thjeshtë. Dhe polemika për Messin do ketë përsëri në qoftë. Po. Janë nisa dije Ariglonit. Dhe Arigloni reagoi që dije më njëherë pas ndeshjes. Në qoftë se Messi fiton botrorin, dhe pastaj fiton gjitha këto çmimet që janë topi i art, këpuca e art, topi i art për me fjalë topi i art i botrorit, po edhe topi i art si lojtari më i mirë i vitit, plus trofeu i Kupës Botës i art. Pastaj kjo ka dyshime, se varet koeficienti pikëve që mbart kampionati amerikan. Po. Sepse nuk është se ka koeficient të lartë pikësh atje ku los. Ajo e penalizon shumë. Nuk e di se si janë këto. Unë ta japi 100% që sa Argentina fiton botrorin, Messi e fiton topin ato që votojnë do e japin Messit, sepse nuk ka lidhje fare. Topi i art votohet nga gazetarët. Shiko, duhet shikoj koeficientet të përkatëse se nuk është. Po, edhe golat nuk ka të njëjtën pesh, nuk ka të njëjtën pesh. Golat dhe këto statistikat e këtyre nuk e di. Patush nuk është çështje koeficientesh. Voton gjimshiti jon, voton një gazetar i joni, jo, është vot preferencial ajo. Janë gazetarët dhe kapitenët e gjitha kombëtarëve. Mbase duhet ta shikoj që çdo shtet ka një gazetar dhe kapiten e kombëtarëve. Nuk kanë vetëm pesh gazetarët. Kanë peshë më të madhe se kanë gazetarët. Po kanë edhe kapitenët. Këto votojnë. Po kanë ndryshuar trajner, kapiten, gazetar. Po kanë ndryshuar që mbartin ligat kryesore. Tani nuk është koeficient. Ka ndryshuar disi pas polemikave, kanë drejtë ato. Jam shumë rregull, po janë këto persona që votojnë, që nuk ka lidhje liga. I mbushet me një, aty është i fiksuar me Messin, edhe 80 vjeç Messi, thot Messi është më i mirë, jap 10 pikun. Kemi edhe 4 ditë. Mbasi të mbaroj do dali gjithçka. Po, aty zbulohet. Po. Aty do zbulohet shumë shpejt. Se do fillojnë media, do fillojnë gazetarët, Messi me një dorë te topi i art. Po, absolutisht. Ka shumë gjëra që dalin. Ose Jamali që do hyjë në histori. Në histori Jamali. Nën lojtari i parë në 20 vjeç që fiton edhe Europian dhe botror. Po. Botror edhe Europian. Po, që do e marrë këtë. 19 vjeç të gjithë akoma mendojnë çfarë mund të bëjnë për jetën, ai ka arritur gjithë në futboll, do ishte pastaj Mbappé ka qenë fenomeni, kanë qenë këta që kanë fituar. Mbappé ka fituar botrorin e Europian. Ndërsa ky i bën edhe njëri pas tjetrit. Në qoftë se hipotetike, po gjithmonë. Nuk e di. Do të ktheshim pak te Anglia, meqense ti tani trajner. Ish lojtar, trajner, gjithçka. Sa e humbi Tuchel atë ndeshje. Sa e humbi. Unë besoj që është gabimi fatal i një trajneri që mund ta humbas atë ndeshje, sepse për hir të vërtetës po të shikosh edhe kryqëzimin sot që kanë bërë mediat angleze është i frikshëm sepse një trajner si Tuchel dhe me stofin që ai ka. Po. Te rezervat unë besoj që është vrastare sepse kishte që në 86 që nuk ishte pjesë e finales Kupës Botës. Gjysmë finale. Domethënë që është diçka për të ardhur keq për kampin anglez, sepse përbërja e ekipit ishte jashtëzakonshëm. Tani të arrish deri minutë 80 e ti akoma nuk e bër dy ndryrime që ke një Saka, që duhet marrësh një frymëmarrje të jashtëzakonshme. Rashford. Ke një Rashford nga ana tjetër që unë nuk e kuptova pse ishte rezervë Rashfordi. Mua më pëlqen më shumë e ze nga të gjithë, them të vërtetën, por nuk e di pse. Tani më fjalë se atje ke çfarë të zgjedhësh. Absolut të Arsenali këtë vit, që fitoi kampionatin. Po e ze nuk meritoka 10 minuta në fund. Jo, atje ke aq shumë alternativa sa që zgjidh kë do të fusësh, aq të mirë ke. Ky është problemi.
kur ti e shikon që filloi që ka kapiteni, pavarësisht se sakrifikoi jashtëzakonisht shumë dhe ka sakrifikuar çdo ndeshje. Po ti ku e shikon që ecën, Bellingami ecën, janë të lodhur. Po mund t'ja japësh me zez 10 minuta sepse ka potencialin, ka grindën, ka fuqinë, ka teknikën, ka shpërthimin që ty duhet, se tani të duhen lojtarë të shpejtë për kundër sulm, si Rashford, si Saka, si Eze, do të thonë që ti nuk u jep atyre djemve që ti të fitosh ndeshjen dhe ti jesh i lirshëm, por Anglia si asnjëherë tjetër, nuk kam pa ndonjëherë që ekip anglez që tërhiqet mbrapa, që trembet, që mos luaj ballhapa. Që ti në letër je ekipi më i mirë. Edhe pretendon që je më i mirë, e pretendon. Ora ne po shikonim vetëm lojën. Me një Argentinë që nuk kishte atë forcën që mund ta godiste, që jo të kthente rezultatin. Ne themi çfarë ata po shprehin deri aty. Po ama të vje keq që ti këtyre djemve ke një ekip tjetër aty që duhet nuk di këtë kapësh, kap një me dorë tjetër. Po jo pa e parë fiks vetëm kthe kokën. Vetëm kthe kokën hidhen fushën. Po me këtë duar. Kjo është që ti ku e fusim, ku them nga një trajner që bën zgjidhjen e dur. Po trajneri për këtë punë tani është një lëvizje goditur është. Për këtë dorë është që të menaxhoj këtë dorë që t'ju javi frymari dhe kundër sulmin ata kanë vrastarës. Po. Ezen të njërën, Rashford të onda tjetër, Bakari Saka të onda tjetër. Ti shiko çfarë bën njerë te ekipet përkatëse. Shikoj ke Barcelona. Po ta shikosh Rashfordin në kundër sulme jashtëzakonshëm. Po të shikosh te Arsenali si Eze, ashtu edhe Saka, po të njëjtën gjë. Tani këta djem nuk meritokan një 10 minutë paktën se ti që mund të jemi ore më strese, mund të kesh frikë, ka shumë gjëra, po duhet ta vrasësh frikën. Nëse ti nuk e vret frikën, që ti ta fitosh, ta ndëshkosh, se unë mbaj mend të them diçka, Fatmir Frashi. Ndjes pas atje ku është me një thënie shumë të bukur. Rezultati më i keq është 1-0 plus 2-0. Po 1-0 asnjëherë ti nuk je. Tani ti ke rezultatin 1-0, të lutem. Dhe ke një mal me lojtar në stol të rezerve, që nuk i ka Argentina. Argentina vitë mund të themi që në krahasim me këta Xhevahiri kishte punëtor. Me fut Montielin pastaj sulmues mbrojtësin se s'kishte tjetër. Dhe ti nuk, por të vjen keq, nuk duhet, ti nuk i përket Anglisë. Nuk duhet ta trajnosh atë ekip. Se këtu duket dora trajner. Në qoftë se jash frikacak. Në qoftë se jash frikacak, që ti mendon që tani Messi 39 vjeç, ti kujtoj që Messi i vure Messi 8 mbrojtësa atë, rreshtove nuk le vetëm mbeti pa u fut mbrojtje. Tani është të vjen keq. Patush, nga minuta e 56 a 57 që golën. 55 u bë goli, 56 u goli. Deri në fishkëllimin e fundit, Anglia ka marrë 12% topit. Përballë me 88%. Tani kishte edhe diçka që besoj është edhe nga ana psikologjike. Hoqi Gordon futi mbrojtës. Edhe kundërshtarit ti i jep nga ana psikologjike përparësi, sepse thotë ky do mbrohet tash, unë duhet futem all-in në sulm. Po më kundërshtari s'ka çfarë. Që me ato lëvizje që bëri ai, unë jam në humje, nuk kam çfarë humbas më. Çfarë do humbas? Unë kam të humbur ndeshjen. Unë të rrezikoj. Ai ishte momenti më i mirë që Tucheli të kërkonte skuadrës që të vazhdonte lojën dhe ta godiste për 2-0 nga minuta e 80 deri në 85. Kjo është që mund ta vrasësh ndeshjen. Kjo është ajo që ne themi që trajnerët e ftohtë, që ku themi fitoi titullin botror, e fitoi sepse bëri 2 lëvizje X-i trajnerët. Po prandaj duhet të jesh i ftohtë që ti të logjikosh, prandaj aty ke një staf, ke edhe 10 tjerë Xhevahir që i mban përmbrapa, jem staf aty që nga një mendje që e shikojnë ndeshjen. Atëherë nëse ti nuk analizo dot që, ore, një pjesë e mirë aty në lojtarëve kanë luajtur 90 minuta çdo ndeshje. Po duhet ta freskosh ekipin. Se jem fitore, nuk është se po të kishte qenë humje, çfarë do bën? Minutë 96 futi 2 sulmues. Po ato duhet ngacmoj, pra më fjalë. Ishte aq në blackout edhe nuk dinte mos e çfarë bënte. Futi Toni dhe Rashford minutën 96. Është aq në blackout. Ditja e trajnerit tani arrin maksimum. Derisa në minutë 96 fut llogarit. Logjika e tij se çfarë, se unë besoj që mbas 0-1-shit ai ka thënë që më mirë të rreshtohemi mbrapa. Ta mbajmë, jemi fituam dhe këta nuk na godasin dot, topat na tani është gabim fatal
Stones ka bërë, unë ka vite që shikoj që të City sezone të jashtëzakonshme. Stones ka vite që nuk Po los. tani të kërcej Martinez I dhe dëmtuar. Stonesi 2-2. Që është po të vjen keq tani se janë gabime amatoreske që nuk 6 linja i vetmi ekip anglez që kanë pasur asnjëherë në historinë të 6 linjë të 6 mbrojtësit i kanë linjë para kalo topi njëri pas tjetrit. Po kjo është fatale, kjo nuk do ndryshësh fare. Për golin e Martinez. Normalisht që ishte super assist nga Messi. Pa ka të bëj pak edhe 3 hapshi Martinezit që u duk që e bëri aq thjesht atë golin. Jo nuk është thjesht, ai është në kohën e dur dhe në pozicionin e dur, vllai, për një gjyç. Jo, për një gjuajt të mirë me kokë, se nuk është hera parë që shikon atë. Se shikon çdo javë të Interi. Po. Mos me këmbë, me kokë, zotria ditë shënoi shumë mirë. Është gjatari i zonës. Por ti kur ke erdhi dhe një nga Stoli, 2-4. Po, që u zëvendua Konsa. Jo, tani Konsa apo O'Reilly? jo. O'Reilly edhe Konsa. Konsa u fut me Gordon. Kush Burnley pastaj fare? Po Burn, Burnley, po. Erdhi Dan Burnley. Burnley. Na ka bërë gol edhe ne. Po. Tani të lutem. Dan Burnley, po ai është më i gjati Burnley. Po ai është më gjatë se tani unë i kam parasysh. Tani ke dhe Burnin dhe ti pretendon që ky zotria që është 1.74. 1.74. Jo, është fiks 1.74. Tani 2-2 me 1.74 fitoi duel me kokë, tani nuk unë mbase Një boksier, Edhe Meri dhe Lautaros. Po patjetër Nuk më. ja heq njëri meritën në Lautaro. Ajo është pak për Lautaro. Lautaro ishte ajo- pozicional në mënyrë perfekte Se më aty. kanë akuzuar shumë si tifozi i Interit edhe po e bërë Lautaro. Lautaro ka 3 ndeshje dëmtuar. 3, do më thonë që po unë habita, unë nuk e dija që është i dëmtuar, unë mbas neshjes që po lexoj ato që vinte që jam i dëmtuar, po pra. Fut me Kevin e Gjelder, që edhe te goli i 1-2-shit e futi ai topin loj, pastaj asisin edhe tjetër, edhe me Zvicrën u fut bëri gol, edhe me Anglin u fut bëri gol. Në total ka luajtur diku te 50-60 minuta 2 gola asist. A ka merita të kjo Argentinë? Si ka merita? Direkt pas Mesit? Shiko, në fund të Jo se ma kanë akuzu të bashkë me Regjin. nuk të ka akuzuar asnjë. Jo, në fund të 90 minutshit çdo gjë ka një listë. Prekje topi, takime topi, golat shënuar, asis dhën, Po. sa mbas koeficientit, sa pasime të sakta, sa të humbura duele gjithë. Tani në këtë kohë 50 minutëshe që ky ka luajtur 4 ndeshje dhe ka bërë 2 gola. 2 gola një asis. Edhe një asis, dhe me thonë është, mund të themi 99.9%. Se 50 minuta nuk ka bërë 90. Dhe me thonë, po ta marrësh nga ana Dhe i dëmtuar, do të thonë është sakrifikuar i dëmtuar. Ajo është pjesë e stafit që ky se çdo sportist sakrifikon kur don vet. Absolutisht. Se ky do të zbres, se nuk është si e thot doktori ti, nëse ti je vrarë që do luash. Don që ky të luaj dhe më t'japi më të mirën. Por është dhe diçka tjetër që mund të dilte edhe lojtari më i dobët. Absolutisht. Kjo është frikë. Po është gjetje sepse ai zotria para portës është i frikshëm se ne shikoj. Po lutem, më fjalë mund ta sqaroj situatën si është realisht pa emocione, pa anshmëri edhe kështu. Situata është e tillë. Lautaro Martinez është një super sulmues, super lojtar, e njeh shumë mirë portën dhe është një nga yjet e Argjentinës pas Mesit. Me fjalë, është Messi, është Lautaro, është Julian Alvarez, është në Enzo Fernandez e kështu dhe pastaj gjithë tjerët janë vrapusa, janë maratonomak. Logjika. Po tani, unë nuk mund të lejoj që ti të më thuash që në qoftë se Argentina është kampion e botës, është për merit Lautaros. Jo. Lautaro ka një merit jashtëzakonshme, se është futur dhe ka dhënë kontributin. Më fal, nuk të ndërhyra. Nuk të ndërhyra. Jo, ti po e parashtron muhabetin, bisedën, sikur po i hahet në hak Lautaros nuk ka merita. Ka merita dhe duhet i japi ato merita sepse për atë punë është atje. Po ti nuk mund ta shesësh sigurisht Lautaro lojtari vendimtar për ecurinë e Argentinës. Ajo nuk është sepse shiko. Pra, ka që problemi. Gjëja kryesore, sidomos te ky grup te Argentina, është grupi. Po. Është Messi dhe ka një grup jashtëzakonshëm. Edhe Messi është përfshirë pak. Janë 25 lojtarë. Messi është i pari, 24 tjerë janë punëtor, janë në viz. Vllai dhe nuk kanë dallim nga njëri dhe nga tjetri. Dhe kur fitohet ky titull i kampion, që të gjitha ndrojnë, merita shko nga ai që
mban rrobat, kemi ne Tosin Po, që na mban magazinierin, çantat po, po. magazinierin, nga Tosi deri te trajneri. Po. Është zinxhir dhe të gjithë kanë meritën kryesore që Po. kjo gjë funksionoi dhe nuk i përket as 100 më shumë 100% patushit, as 10% që ka të gjithë ata që kanë qenë pjesë e këtij trofeu kanë meritën kryesore sepse gjërat kanë funksionuar. Ashtu e mendoj edhe unë, personalisht dhe realisht ashtu e mendoj, por tani me fjalë këtë gjë nuk mund ta pranoj pastaj që sikur po i ha. Jo, tash më keni akuzuar, jo, po e mbroj më shumë se jo. se ç'duhet. Jo, më vjen keq. Gjithsesi do bëjmë një pushim të vogël. Bëjmë një pauzë dhe do doja se është shumë emocionale historia e Lautaros, nuk e di nëse dini. Është tmerrsisht emocionale historia e jetës. Ti je tifoz i Interit, nuk e di sa e di me detaje, por do të tregoj pas pauzës. Bëjmë një pushim të vogël me ujin Selita, si gjithmonë, edhe rikthehemi. Rikthehemi sërish për të diskutuar me Patushin, Samir Patushin, legjendën. Ndërkohë Eraldi na tha që do na tregonte një histori të bukur për jetën e Lautaro Me Martinez. qënë se po flisim për Lautaro. Lautaro Javier Martinez. Po. Në fakt ishte ikonike në fund të ndeshjes, sepse Messi ishte i përkullur dhe Lautaro i puthe numrin në shpinë, i puthe numrin 10. Dhe ishte një shenjë falënderimi për njeriu që po jep mundësinë të dërgojë Argjentinën në finale, të shënojë një gol që s'ka për të harruar kurrë në jetë. Vetëm po të shënojë në finale ndoshta ndodhe. Por edhe ishte duke qarë aty. Por fakt këto ishin lotët e një njeriu që ka përjetuar një familje shumë të vështirë, vinte nga një familje shumë e varfër, detyrohej shpeshherë që familja ishte në dilemën a duhet të paguajmë qiran apo duhet të blejmë buk për të ngrënë, në fjalë deri këtu ishte niveli i tmerrshëm. Ishte një fëmijë i cili mundohej që ndihmonte prindrit dhe punonte duke rregulluar krevat, duke palosur çarçafët e larë dhe gjithçka të tillë, dhe nuk e dinte mbi të gjitha që vllai i tij ishte vuante nga një sëmundje shumë e rëndë. Prindrit nuk e kishin treguar që sepse ishte ende shumë i vogël që mos ta lëndonin, që të përqendrohej te jeta e vet. Dhe ishte një lloj mbrojtjeje. Ka vuajtur, ka sakrifikuar, është kthyer shumë fuqishëm në jetë dhe ka punuar shumë mbi të gjitha duke luftuar për të arritur fatin e tij. Dhe fati i tij është kapiteni i Interit, sulmues kryesor të Argjentinës. Gol në gjysmë në finale që je finalen e Argjentinës. Nuk e di tani më fjalë, po ishte realisht shumë e bukur dhe thon pastaj për shkrimi dhe komentimi që i bëj sidomos asaj puthjes së fanellës te Messi në shpinë, ishte që ishte një puthje dhe ishin lot të cilat derdheshin në shpatullën e mbretit për Messin. Të njeriu që është më i fortë i të gjithëve dhe që i ndihmon të gjithë të bëhen më të fortë të gjithëve. Po, historia na ka treguar që këto që kanë sidomos shumë vështirësi ekonomike dhe në familje, që gjithmonë janë bërë shumë lojtarë të mëdhenj. Po thuaj se pjesa më e madhe e këtyre që me emër, unë besoj që vi nga lagjet e mund të themi lagjet e varfra të Argjentinës apo dhe jeta jo e mirë që kanë bërë. Dhe pjesa më e madhe e hyjeve ne jemi mësuar që të shikojmë si Messi, si Ronaldo, si besoj që vi nga një familje shumë e vështirë dhe besoj këta janë shembuj për të marrë për një pjesë që atyre që sakrifikojnë, se futbolli është sakrificë, nuk është se është yje dhe të kapish yllin me dorë dhe bëre gjithçka, por nga dita e parë që ti mendon që do përkushtohesh deri në ditën e fundit që ti do të lësh futbollin, unë besoj që është një sakrificë e jashtëzakonshme. Ndoshta Lautaro nuk do bëhet dot tek ato emrat e më të mëdhenj, të sulmosit më të mëdhenj, por që ka qenë një shumë lojtar i rëndësishëm, besoj është sepse qoftë për Argjentinën që ka 82 ndeshje dhe 40 gola, që i bie një gol në 2 ndeshje, qoftë edhe për Interin ka 276 ndeshje, 132 gola, që është fiks një gol në 2 ndeshje. Ti Patush e di shumë mirë. Patjetër. Jo, një gol në 2 ndeshje në ato nivele është diçka që në nivelet të jashtëzakonshme ku luajnë, sidomos te Interi ashtu edhe te kombëtarja, unë besoj që është një ugur që ti jep vetë që ti thuar që
ky meriton dhe futet te libri i arti i Argentinës, i çdo kujt që bën pjesë. Po është një gol pas Crespos, mos u gabosha, për të kaluar golashënuesi i katërt më i mirë në historitë të Argentinës. Ka ndeshje tjera ka, nuk është çështje kohe, ajo rekordi i Crespos. Apo Agüero, më fal. Kun Agüero, por gjërat janë më së miri kur ti sakrifikon dhe jep më të mirën për ekipin përkatës edhe kombëtar. Se mirë. Te kjo Argentinë-Spanjë, cilën skuadër shef të favorizuar? Me fjalë, kush të duket që mund t'ja dali? Kemi një Spanjë që është rikthyer te tiki-takat e presimit lart e mbajtja e topit as fiksuese, po kemi edhe një Argentinë që tani më së miri që e din Messi se çfarë ditë bëj Spanja nuk e di asnjë tjetër. Ja ka mësuar vetë Messi atë. që t'jemi koshient. Pastaj se çfarë do japin dy ekipet, na kanë surprizuar të dyja. Nuk u pritshin që t'jen këtu këta dyja, pritshin diçka tjetër, por me futbollin që këta kanë dhënë, si Spanja, ashtu edhe Argentina, mund të shikoj 50-50, finali atëherë nuk ka fitues. Finalen duhet ta fitosh. Duhet sakrifikosh. Nuk duhet ta luash, duhet ta fitosh për mua. Ti mendon që luan, por jo, duhet ta fitosh. Me gjys goli, me i gol, apo me arbitri ta shënoj vetë golin. Vetëm topit të prek rrjetën, pastaj çdo gjë është por favorit te futbolli i sotshëm, çfarë ne kemi mësuar nga Spanja dhe nga Argentina, nuk ndaj dot asnjëherë. Të duket shumë e vështirë, Po mirë, shumë pastaj do e marrim një rezultat, një lloj parashikimi, edhe pse realisht shumë një lloj parashikimi, nëse do të më pyesësh mua, fiton futbolli dhe fiton Spanja. Okej. Por çfarë më bëri Argentina për 13 minuta? Është pa imagjinueshme. Është e pa imagjinueshme, domethënë që fiton Argentina. Kush do të jetë? Shumë e drejtë. Kush do të jetë ndaj Spanja, ndaj Franca, fiton Argentina dhe nuk ka si kthim apo tjetër ato 12-13 minuta ferri që pash në fund ndeshjes, nuk ka ekip që i bën ball. Apo ke edhe këtë tjetër, që kjo tjetër ka një posedim topit frikshëm, një tikataka që të mërzit, që mund themi ne sportistët themi ngaherë, këto të shkallojnë nga mendja. Ose të çartin nga mendja. Po ti më vetëm vraponte nuk preka asnjëherë topin. Domethënë është një armë tjetër e fortë që por vllai kanë çdo kush kur arrik te kjo ndeshje, te kjo finale, ka armët e veta. Dhe unë besoj që Arsenali në armëve do t'i shkrijnë të dy ekipet dhe do të jetë një ndeshje shumë e fortë. Para, domethënë, në momentin që dolën gjysmëfinalet, nuk kam qenë i bindur që këto dyja do luajnë me njëra tjetrën, por mendoja se do luajnë për vend 3, vend 4 dhe jo në finale. Domethënë finalen e kisha thjesht 90% që do dali Franca-Angli, që doli tjetër për tjetër. Po shumë pak njerëz po të shikosh në gjithë botën, shumë pak njerëz kanë thënë që mund dali kjo dyshe. Po në 90% të rasteve kanë thënë gjithë që nuk Spanjën do kalonin Anglin. Do kalonin Anglin. Njëra ishte. Por pjesa më e madhe është gënjur sepse nëse ti nuk di të menaxhosh një ekip me hyje të jashtëzakonshme siç kishte Anglia, kështu do e pësosh. Te Francë-Spanjë sidomos po diskutojmë me Ariglonin sepse doli statistika e basteve. Ariglon? Po 85% e basteve globale ishin për fitoren e Francës dhe tani thua, okay, një blluf i madh dhe gjithçka tjetër e fillojnë mendojnë prapaskena e teori konspiracioni, por logjika normale, po, atje të çonte te Franca. Dhe që Franca është një skuadër që fiket dhe që humbet, nuk është hera e parë që e bën. Ka bërë vazhdimisht se nuk është hera e parë që Franca gjithmonë ka pas ekip për më shumë finale botërore. Po pse ta harrohet me Spanjën 5-4? Po. Do është e vërtet. Jam shumë dakord. Koeficienti para ndeshjes ishte 1.8. Për Francën. Për Francën, tani gjërat ne shikojmë dhe i bëjmë, nuk është hera e parë. Atëherë mekanizmi është varet se çfarë durojnë ekipet, varet se çfarë bëjnë ata njerëzit që prekin fushën e blertë, çfarë sportistët përkatës të dyja kampeve transmetojnë te ky 90 minutë. Ajo është kryesorja. Atëherë ti me emra me Mbappé, Olise, Doué, ata ishin letër, nuk i shikonin fushë. Shikonim një Spanjë tjetër, një Spanjë racionale, një Spanjë posedim to, një Spanjë që e kishte atë freskinë nota 10 që si askush tjetër. Ishte kamuflazh. Kjo është pjesë e strategjisë që ata mbajnë.
Kanë qenë mjeshtra nëse kanë Më lozur. pëlqeu një video e Jamal ishte me Jackie Williams, po jepni një intervistë për pyesin edhe gazetari Podcast ishin edhe ata. podcast ishte i thot Franca dohe Dembele, Mbappé, Olise që Williams që për Iñaki që përmend edhe Olisen. Pra që tregonte se sa mirë janë, ndërkohë Jamali dhe ajo më pëlqeu shumë, edhe pse është 17 vjeç, 18 vjeç. Mendësia fituese tha po prit jetha se ne jemi përballë 4 herë me ta tha, nuk na kanë rraf asnjëherë, pse që kanë ata më të mirë se Jo, ne. në fillim i tha, ore, po ky s'po na llogarit ne dyve. Se jemi Se edhe ne po na mbron ata, po jemi edhe ne, edhe tha që tha që nuk na kanë mposhtur asnjëherë, pse duhet të jenë ata më të mirë kur s'na kanë U mposhtur. transmetua si arrogancë ajo, po në fakt nuk ishte arrogancë. Mendjematësia, unë e thash që në fillim, mendjematësia që mbartin futbollistë veçantë vetvete është frika kryesore e yjeve. Po të shikosh një pjesë e madhe e yjeve mund të futen si yje, po dalin si lepuj. Dhe këtë treguan ndeshje me Spanja kundrejt Francës. Një Spanjë me djem të ri, me djem që duan të fitojnë, duan që thonë dhe atë që ore prit se jemi dhe ne, me emra që sot në markatën e verës folet vetëm për Olisen, do thyem rekordin e Neymarit, folet për Dembelen, folet për Neymarin, folet për top në art, jo folet për kus në art, jo po folet besoj që Orja Zabali që po bën namën të botëror. Besoj që Spanja ishte mësimi më i mirë për futbollin sepse i uli me këmbë tokë dhe tha zotrin dashur, ju keni emër sa doni, keni anën financiare më të madhe në tregun botror, por futbolli ka diçka tjetër, një thjessi që duhet ta çosh topin rrjet. Po edhe ja si luhet, urdhë. Patjetër, kjo është se mirë. Do t'i marrim çik parashikime tani. Parashikimin për Spanjë-Argjentinë e the që do fitoj Spanja, por nuk e di për rezultat. Fiton futbolli, fiton Spanja, tha Patushi. Unë besoj. Në një rezultat kemi apo thjesht vetëm lëm fitosin? Kot, se rezultati është shumë 1-0 për Spanjë. E shikon me pa gole, ha, Patushi? Besoj. Finalet nuk është se na kanë dhuruar gjithmonë 1-0, maksimumi. Ishte ato Spanjë-Francë. Po, ajo ishte. Ajo ishte. Pastaj është kjo Franca me Anglinë, që është finalja e vogël për vendin e tretë, luhet të shtunën, që unë nuk e di. Ndeshja më e pavlerë në histori. As nuk do ta shikoj, po ta premtoj që as nuk do e shikoj. Është ndeshje katastrofike. Se nëse jam zgënjur ritëm më të mëdhenj. Nëse jam zgënjur ndonjëherë, jam zgënjur nga Anglia. Si askush tjetër. Në këtë edicion. Në këtë edicion. Mendoja që të paktën me ndeshjet që ai bëri ose me lojtarët që kishte do shkonte deri në finale. Pastaj finalja është diçka tjetër se por kur mendoj që trajneri bën gabime, mund të themi fatale, foshnjarake që unë besoj që kur ta shikoj ndeshjen dhe unë besoj jo e ka shikuar do t'i dali shumë shpesh në ndër ky 90 minutë. Ai nuk e di apo mbronte veten nga dorëheqja që ta shkarkojnë dhe të marrin rrogën, por tha që është një ndërneshje të mira që kemi zhvilluar. Zotria. Po zotria. Mirë, tani shiko, ai e bëri budallikun, tani thjesht po i shkon deri në fund. Shiko, dhe thjesht po acaron njerëzit ndoshta që ta largojnë të marrë ato lekë, mendoj. Po ajo është i larguar sapo të mbaroi ky 90 minutë. Po. Po diskutojnë pasardhësit atje edhe Guardiola madje po diskutojnë. Unë të premtoj ty që kanë filluar që mbrëm metet angleze që sa të mbaroj, mos them që ka për t'i ra gongu. Mos e lini fare të kthehet në shtëpi. Mos e lini të kthehet se metet sidomos Anglia nuk e ka problem që ky të marrë rrogën apo mos marrë rrogën. Ata kanë treguar që ata duan që kombëtarja të ecë para, sepse për hir të vërtetës kishte një grup lojtarësh si asnjëherë tjetër. Dhe ekipet përkatëse ose ekipet kundërshtare nuk është se kishin këtë kontingjent lojtarë që kishte Argentina. Po. Hiç Francën se kishte askush tjetër. Askush tjetër. Po, askush tjetër. Dhe Franca është super e kompletuar në çdo repart. Si do ti nuk do të shikosh kështu, po si do e mendoje një Francë-Angli që luajnë kot. Barazim. Nuk është se barazim. Unë gola që të bëjmë Mbappé në një gol për kucën e ardhës. Mbase Mbappéa dhe refuzon të lozi fare. Ja, se besoj se ai do jetë ngar për topin e art, për kupën e art. Janë të dy ata, edhe Mbappé edhe Harry Kane. Dhe besoj 2-2, 2 njëri, 2 tjetri janë mirë. Po.
Po, mund të qëndroj. 4-3 kam thonë. Okej. Thjesht do bëjmë gola, do luajmë Ne kështu. kanë dhënë 0-3 për Anglinë, Po. me një logjik të thjeshtë. Pse? Ato rezervat e Francës që ndoshta mund të luajnë, janë gjithë mërzit i jep se nuk lojë zon titullar dhe për çmërinë që kishin, sepse të gjithë nga ato të Francës pretendonin që të ishin titullar. Po. Ndërkohë te Anglia janë disa çuna të ri, si Kobe Maino me shok që presin momentin e vet, që ndoshta trajneri që të vjetë totore ishim ne. Unë nuk besoj që do ketë në lëvizje të madhe, pa ato lojtarë që kanë luajtur do luajnë 1-2 mund të jetë maksimumi që do trajnerët në vetvete mbatin atë striktin e vet, nuk është se do ketë në një apo dy ndrrime edhe ka mbaruar çdo gjë. Njëri ekip do luaj për Mbappén, tjetri për Harry Kane dhe Marofil. Do bëhen si ato ndeshjet e kampionatit shqiptar diku nga fillimi i viteve 2000. Duket çudi. Duket çudi. Jo, absolutisht. Po mos të duket. Prandaj kam thënë 4-3. Po, mos të duket çudi. Prandaj kam thënë 4-3. 3 Harry Kane, 4 Mbappéja. Mos ti harro edhe këtë tjetër, mos shiko penallti këtej. Do të jetë dhe kjo, besoj. Është një ndeshje shumë e çuditshme dhe patjetër, mos do bëhet edhe më e çuditshme nga gjithë situata, nuk e di. Ty ta kishe shansin karrierë, do ta lozje këtë ndeshje unë. S'ma do mendja kur, as nuk do ta doja këtë ndeshje, do kisha ikur. Ne luanim Champions League me Vllaznin e me Tiranën ku dilim kampion dhe u tjetërsonim. Po. U tjetërsonim. Jo të lush në to nivele që nuk të zgjumi derisa të shkosh atje. Mirë, dakor, po prapë po los për vendin e tretë, humbe mundsinë të luajmë finale për trofeun. Tani të ngelet vendi i tretë. Shiko, po të shikosh në vetvete të dyja kampet vinë të ngrysur. Nuk ka trajner, nuk ka drejtues në botë që këta njerëz ti motivojnë ndoshta. Motivimi se janë gjendja e tyre shpirtërore dhe mendore, emocionale është e coptuar. Ata thjesht do performojnë që të mbyllet ky 90 minutë sa më shpejt. Dhe Pickford, po shikoja dje lojtarët e Anglisë. Kur janë ato kamerat nga dhomat e zhveshtit se dalin për të autobusit, të gjithë të mërzitur, të gjithë kokat poshtë, pjesa më e madhe lojtarëve me kapuç në kokë, me fjalë që thjesht mos i shikonte askush. Pickford ishte i vetmi që filloi duke qeshur se ndaloi takoj aty një gazetar me çumë, që personazhi më i çuditshëm ai njeriu është. Shiko, futbolli ka personazhe të jashtëzakonshme. Një mërzitet, një qan, një mbase e mban vetvete, e përjeton më pak, një tjetër qesh, ka me në frego, në çdo grup lojtarësh nuk është. Mbase më atë buzëqeshja ai ka thot dhe këtë tjetër që është i vrarë shpirtërisht, por nuk e jep veten. Po jeta vazhdon. Se jeta vazhdon, nuk është se ne kishim dorë çuna që ne ta mbanim këtë gjë, nuk e mbajmë dot. Mbare filmit kundërshtari është më i fortë, qofse ti e lejon me gabimet e tua që të ndëshkohesh, ata janë ndëshkuar nga gabimet e veta fatale. Të çdo gjë është e pritur, nuk është. Ajo ishte futbolli festoi për Messin që shkon në finale dhe për ato përmbysje të jashtëzakonshme të Argentinës me në krye Lautaron edhe Enzo e kështu me radhë dhe shpikësit e futbollit në zi totale me fjalë se shpikësit e futbollit praktikisht me ato mentalitet, me ato gjë që bën e varrosën futbollin, sa ai shpikësit e futbollit dje dështuan vetëm nga trajneri. Kjo është mendimi im, nuk është se nuk kam mendimin e sepse ne jemi mësuar që shpikësit e futbollit i shikojmë me këmbë tokë, por kur një trajner ka frikë dhe ti nuk do të vrasësh në ndeshjen sepse ti mendon më shumë të mbaj rezultatin duke ditur që ke një gjini kundërshtar, unë besoj që gabohesh rënd. Dhe ne na jep drejt që ai gaboi sepse mund ta kishte vrarë ndeshjen me ato çfarë kishte në stol. Tuel, unë besoj që jo Argentina. Ishte edhe Argentina, po edhe Spanja edhe Franca do ishin ndëshkuar. Po. Me një emër shumë të madh të futbollit shqiptar dhe trajningut shqiptar. Ku do të shtoj vetëm diçka. Kur erdhi herën e parë, normalisht tha e kam kombën e mbar, po e kishte pas kombën e mbar vetëm për regjin. Ne ikëm me Holandë me Brazil. Po mirë, tani me të shpejt. Para shikimet dhe nuk dikush u lufturua. E rëndësishme është që regjia të jetë mirë dhe podcasti të jetë në top formë. Po, regjit kemi mirë, pastaj jemi në rregull. Samir Patushi, të falenderojmë shumë, është gjithmonë kënaqësi të flasësh me ty për futboll sepse arrin të mësosh edhe të kuptosh shumë kur flet me një njerëz që ka kaq shumë bagazh dhe eksperiencë si lojtar, po
edhe si trajner tani. Faleminderit juve dhe gëzohem që vetëm Barësia ju ecët. Shumë faleminderit. Natën e mirë, do shifemi sërish nesër në orën 9, me që edhe nesër nuk ka ndeshje. Po, natë mirë. Natën.